Së pari, nuk mundem dot që të mos gjendem pranë tonit që u ndjej i rrezikuar tmerrsisht nga dhuna e agresorëve opozitar sot këtu. Kështu që Toni, shqyqyr që shpëtove, jam pranë teje në këto momente të vështira. Toni, ti edhe gjithë pjesa tjetër andej, po kryesisht ata që janë këtej përballë, nuk jeni të rrezikuar nga ne. Jeni nga çudirat që keni bërë, nga ajdutrit që keni bërë, nga batërdia që i keni bërë këtij vendi, nga vjedhjet që keni bërë 12 vjet rresht. Dhe tani rrezikun e keni nga vetja dhe nga ai që mungon atje, i cili sa herë zgjohet, eth nga një short se cilin do flak të parin e se kujt i vjen radha për në burg. Prandaj, mos ki merak për ne se as të sulmojmë, e as të dhunojmë, e as të nuk të rrezikojmë. Të rrezikon ai të cilit ti dhe gjitha të tjerët i bindeni në mënyrë të verbër, pa moral, pa dinjitet dhe pa burri. Tani, kur flisni ju këtu për ligj e për vendime gjykatash, me thënë drejtën, të vjen për të vjellë. Ju që keni përdhunuar kushtetutën disa herë këtu në këtë sallë parlamenti, merrni guximin dhe na flisni për ligj. Kjo është skandaloze. Kam dëgjuar kaq kohë që ju është dhemsur kaq shumë shkatrimi i pronës socialiste, të gjithëve ju është djegur barku për kariget. Po nuk janë dhemsur as pak milionat e inceneratorëve, të PSD-ve, të energjisë, të rrugëve me nga 20 milion euro kilometër. Kjo nuk është pronë socialiste. Ato mund t'i vidhi si të doni. Kariget ju janë dhimbsur shumë. E para njerë ato kariget na i faturuat nga 2 milion. S'ka problem. Ne që e kemi bërë atë veprim, e marrim përsipër edhe tash dëmtojmë. Problemi është që kur erdha sot, edhe pse më kanë faturuar 2 milion, gjeta prap një kariget vjetër. Edhe këta i vodhe? Edhe këto i vodhe prap? O mos u ngopshi e ju zënë që më fytin. Zoti Gogu, keni kërkuar fjalën për replikë. Nderuar zonja kryetare, detyrohem që të marr fjalën për replikë. Në fakt, ironia është absolutisht pjesë e veglave që mundet përdoren në debatin publik, dhe nuk kam asnjë gjë. Me mjete, po. Mjete mund t'i quajmë, por që këmba e karrigës është këmbë karrige dhe rrezikoi jetë njerëzish, ata e pan të gjithë shqiptarët. Që zjarri ishte zjarr dhe që ka ndodhur këtu dhe në Reichstag, kjo nuk diskutohet, e pan të gjithë shqiptarët. Ju lutem përfundoj zoti Gogu, si që dëgjoj ta dëgjoni. Që rregulloria e kuvendit shqetëson të gjithë ata që janë armiqësuar me rregullin. Absolutisht, dhe kjo është e dukshme, e shohin të gjithë. Çështja është që mua më dhimbsen të gjithë kolegët që në familjet e tyre janë mësuar të zbatojnë rregullin, të zbatojnë ligjin, por për shkak të një njeriu të vetëm, i cili është armiqësuar me ligjin, i cili është armiqësuar me shqiptarët, ka marrë dhe ka kthyer të gjithë juve në luftë me ligjin dhe me rregullin, dhe juve tani doni që të bëni një jetë normale, të kuvendit doni të bëni këmbën e karrigës. Juve doni që logon e kuvendit Shqipërisë në vendës Shqiponjës doni që të jetë këmbë e karrigës. Doni që zjarri që ju kishit në shtëpinë tuaj ta sillnin në shtëpinë e shqiptarëve. Këtë e kuptoni madhe i vogël. Çështja është që ju edhe kur nuk shikoni kontrastin e madh, që ju flisni, shani, juve përdorni terma
një nga kolegët tu përdori një term shumë denigrues për personat me aftësi të kufizuar, ndërkohë që ne duhet jemi në mbrojtje tyre. Dhe i quajti të gjithë këta, i quajti të gjithë këtë pjesë, e quajti Mehmet, jo, nuk po hap kazus po. Ndërkohë, juve na quajtët miza. Pra, dhunën verbale ju e quani normale, sepse është kultura e shtëpisë tuaj. Ajo çfarë kjo rregullore, shtëpisë tuaj politike, ndjes, e shtëpisë tuaj politike. Ajo çfarë rregullore u garanton kuvendit shqiptarëve është tjetër gjë. Kur unë flas, ju shpirt të dëgjoni, siç bëj unë, siç dëgjoj unë kur flisni ju. Por juve vini nga dhuna, jetoni në dhunë, do shkoni në dhunë dhe do shkoni